Në vazhdim do të ndjekim disa prej deklarimeve kryesore të mbjetuarve dhe kthehemi më pas dhe sjellim tek ju edhe deklarimin kryesor të ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Përjetua unë, vllava ka përjetua, nipat, reja, nipat, mesat, që qëtë mesën e ka përjetu më shumë të mesat. Qysh ka ndodha? Ka ndodhë se në kom me 2 prekolica, djalli jem edhe djalli vllavët. Edhe i kanë ndalë, e i kanë re, e ndalë, e i kanë ndalë, i ka dhonë djalli i vllavët 1000 euro. Edhe u pështue, ka dhonë hinë rek, se marë të tërkër të vret. E u hinë rek, haj, po në brim të mive, u dalë edhe djalli jem edhe ai të rrenë prekolicat dët. 2 grupe, 8.000 konë në gragë, 2 prekolicat. E kanë rrenë brim të tyne e ndalë, e si ndalë, Rametis e ka marë qiken, 1 vjet e ka pas qiken. Që të ndërë ka unë. Shohë, se të shohë, 3 herë se ka shohë, ka pinë litë balit i ka ra, ka dhe ke vlavë. Edhe ka qitë njerë dhe i ka ra në zemën të tokë. Djalli teme kanë vronë në rekë. E me qenë se sot janë bërë plot 27 vjetë nga kjo, njëra prej masakrave më të mëdha të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë nga forcat serbe, ajo në studime të ushtrisë, e ku janë vrarë 116 civil të parmatosur. Në studime të ushtrisë në këtë akademi për kujtimore që është mbajtur sot, kanë qëndruar edhe lider të institucioneve dhe po ashtu familjar të viktimave, një deklarim të së cilit sapo e ndoqëm bashkë të nderuar shikues. Në mesin e tyre ka qenë edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila tha se 116 civilët e parmatosur që u vranë po dëboheshin nga shala përmes llakocit të Cecelis drejt studimes dhe ushtrisë. Ata po largoheshin nga fshatrat e rrethuara për të mbetur gjallë, por rruga e tyre u ndërprej nga forcat serbe. Një shteti i tërë kishte kthyer aparatin e vet ushtarak, policor dhe paramilitar në makineri të spastrimit etnik dhe të vrasjeve e gjenocidit. Serbët nuk u mjaftuan me kaq, duke vazhduar dëbimin e civilëve që mbjetuan me qëllim që të zbrazej vendi, të thyeshin familjet dhe të liheshin këto krime pa gjykim. Haxhiu kujton faktin se Serbia si shtet që krimin e ka politik vazhdon të strehojë kriminalët serb. Dhe natyrisht se ushtruesja e detyrës së